Pas tensioneve dhe protestave të zhvilluara në zonën e Zvërnecit, kompania Zvërnec South Adriatic Development ka dalë me një deklaratë publike ku mbron projektin turistik që synon të zhvillojë në bregdetin e jugut të vendit. Kompania shpreh se po zbaton në mënyrë të plot legjislacionin shqiptar dhe se vendosi rrethimi në zonë është bërë mbi prona private që zotërohen ligjërisht prej saj. Sipas deklaratës, të gjitha pronat janë blerë nga pronarët e lishëm dhe transfertat janë kryer përmes sistemit bankar, duke qenë të verifikueshme nga institucionet përgjegjëse. Përfaqësuesit e projektit theksojnë se investimi pritet të arrijë mbi 4 miliardë euro dhe se mund të kontribuojë me 3 deri në 4% të prodhimit të brendshëm bruto të Shqipërisë gjatë viteve të ardhshme. Ata deklarojnë se projekti do të krijojë mbi 10.000 vende pune direkte dhe indirekte, duke ndikuar në zhvillimin ekonomik të qarkut të Vlorës dhe të gjithë vendit. Në reagim theksohet gjithashtu se mbrojtja e mjedisit dhe biodiversitetit është pjesë e rëndësishme e projektit. Kompania pohon se prej 2 vitesh janë angazhuar ekspertë ndërkombëtar për studimet mjedisore dhe se rezultatet e tyre do të bëhen publike pasi të përfundojnë procedurat përkatëse. Sipas deklaratës, projekti po artohet nga studio të njohura ndërkombëtare të arkitekturës dhe planifikimit, ndërsa janë nënshkruar marrëveshje me marka të njohura globale të hotelerisë dhe shërbimeve turistike. Kompania argumenton se investimi do të sjellë përfitime të gjera ekonomike, duke rritur vlerën e pronave, aktivitetin ekonomik dhe nivelin e pagave në zonë. Në fund të reagimit, kompania dënon aktet e dhunës ndaj pronës private dhe akuzon për përhapje dezinformimi rreth projektit. Ai u bën thirrje qytetarëve të presin prezantimin e projektit përfundimtar, ndërsa paralajmëron se do të ndjek rrugët ligjore ndaj çdo personi apo grupi që sipas saj synon të pengojë apo shantazhojë investimin.